Faleminderit, zone kryetare. Duke qenë se dëgjova kolegët e Këshillit të Ministrave, do të bëj një pyetje. Si edhe për detyrat e mia politike kam mbuluar gjithë qarkun e Tiranës. Ky është një nga debatet fakt që kam për çështja tjetër, nëse isha ke Vjerra apo isha në zgjedhjet në Rogozhinë. Por kryetari i Bashkisë Rogozhinës dhe me qira fjala nuk e uroj kujt atë që unë ju do mbaroni dhe shkojnë në shpitura dhe shkojnë në burg. Kështu sa uroj askujt, por kryetari i Bashkisë Rogozhinës është dënuar me një vit burg. Dhe vazhdon kryen detyrën. Unë jam i pafajshëm, i paraburgosur dhe largohem nga detyra. Pra, këshill në të ardhmen për kryetarit e bashkive është më mirë të bësh një krim, por sa kohë që eviton burgun, është në rregull për ju, për shkarkime, apo mos bësh asnjë krim dhe në ruajtje të pafajësisë tënde në paraburgim ti penalizohesh. Pra, kush prevalon? Sepse mësa po më duket do më konvenonte më mirë të kisha bërë një krim, të isha dënuar dhe të shtyja apelin, se sa të mbroja pafajësinë nga paraburgimi dhe të rrezikoja shkarkimin. Kjo është një pyetje që edhe kjo është në tejkalimit të çështjes së gjykimit, nuk mund të shprehemi për një kryetar bashkie për një çështje që profesori Këshillit Ministra në këtë moment nuk e njeh çështje. Patjetër nëse do të ketë një vendimarrje të mëvonshme, do të kemi edhe ne sjelljen tonë dhe miratimin do të kenë për fatin në përputhje me rrethanat të paditshme. Faleminderit. Tani miku im, profani juridik këtu duhet isha unë, se unë s'kam mbaruar për juridik. Por e vërteta në fakt është ajo që dimë gjithë, nuk ka një vendim të formës spre, ka dënuar dhe në gjykatën e shkallës së parë. Kjo do të thotë që ne kemi një standard dyfish që po aplikohet këtu. Për dikë të padënuar aplikohet shkarkimi, për dikë të dënuar do të presim vendimin përfundimtar. Kështu që ignorancë ose padija nuk mund të jetë alibi në këtë rast. Ky është, siç e thatë ju, në fakt i njohur botërisht, edhe unë besoj që përgjigja u sqarua. Edhe t'ju shpjegoj ose t'ju bëj një pyetje tjetër. Në Republikën tonë, në strukturë, në arkitekturën e Republikës tonë, kemi disa sjellje monopole. Fjala vjen monopolin e dhunës e ka policia, monopolin e forcës. Edhe këtu njerëzit që janë në pranga, të tjerë që janë të armatosur mbas kësaj dere, kanë monopol e forcës sepse janë një ligji. Monopolin e përdorimit të armëve të rënda e ka ushtria. Janë një ligji. Ata mund të përdorin tanqe, helikopter, avione kështu me radhë. Monopolin e dhënies drejtësisë ka gjykata. Gjykata ka monopolin e dhënies drejtësi. Nuk është se japin çdo institucion jep drejtësi, por në gjykatë kryesisht përfundojnë rastet për të dhënë drejtësi. Siç kam kuptuar vetë, monopolin e shkatrimit të një jete publike ka prokurori posaçëm. Prokurori posaçëm mund të shkatërrojë jetën publike. Tani në këto sjellje monopol, ju praktikisht nuk prisni për një vendim gjykate, por jeni gati që monopoli të dikujt që i është dhënë me ligjet ajo për të shkatruar jetën publike dikujt të jepet prioritet, duke sakrifikuar një kryetar bashkie, një antar të komunitetit, një aktivist, një shërbëtor publik në këtë rast, dhe jo monopoli të gjykatës për të dhënë drejtësi. Kjo është një gjë që më shqetëson. E di pse se edhe në natyrë, edhe në botën e egër, ka disa kode. Fjala vjen, nëse je një tuf pulash dhe të vinë hiena, pulat e tjera vrapojnë edhe lënë që ta hanë pulën që kapën hiena. Por në një tjetër habitat, elefantët sillen ndryshe, elefantët sulmojnë hiena. Dhe këtu pyetja është, jeni pula apo jeni elefant në këtë histori. Pra, edhe natyra na jep ca instinkte ku na duhet që të tregojmë dhe jo. Po kërkojmë që të ruajmë etikën, domethënë. Absolutisht. Gjithë këto elemente, jo, e kuptoj ai. Është një butafori për treguar që ta mbajmë brenda jemi shumë mirë. Seanca ka shkuar shumë mirë, ne jemi besoj gjithmonë kemi pas mundësi të debatojmë. Jemi miq vjetër, kemi bërë reforma pafund. Të bëjmë pyetje, të lutem në lidhje me objektin. Pyetja në lidhje me objektin është në sjelljet monopolistike që kanë forca të ndryshme ose aparate të ndryshme në Republikën e Shqipërisë. Ju anoni për të mbështetur sjelljen e prokurorisë që ka monopolin e shkatrimit jetës dikujt, ende pa vendim, apo tentoni që të respektoni monopolin që ka gjykata për të vendosur drejtësi dhe për i pasur përfundimtare të vendimit. Faleminderit. Nderuar pyetjen. Në fakt, Këshilli i Ministrave operon dhe i ka kompetencat e veta për saktuar qartë në procedurë e në ligjet në zbatim. Pra nuk mund të bëjmë një interpretim në lidhje me veprimtarinë e pushtetet e tjera që janë pushtetet të ndara. Dhe në këtë seancë dhe në këtë sallë objekti i gjykimit është pikërisht çështja e vendimit të shkarkimit të kryetarit të Bashkisë Tiranës. Përtej këtij argumenti ligjor nuk kam se çfarë të shtoj tjetër. Dhe në finale, nëse zonja nderuar gjyqtare do më lejoj t'ja
huazoj pyetjen që ajo më bëri mua për të bërë ju. A do kishte ndryshuar në gjë nëse unë do ftosha në vendimin e Këshillit të Ministrave? Këtë nuk mund ta di. Por ditë them që prap forca e argumentit njerëzit i ndryshojnë, njerëzit hapin veshët, dëgjojnë. Për shembull, nëse do t'ju thoja që jam në një konflikt hapur interesi fjala vjen me një prokuror për cilë ka pasur debate për një leje ndërtimi. Ndoshta nuk do ishit aq nxituar thoni, prit pak. Ndoshta do të ndërhyjmë ligjin e konfliktit të interesit, që një kryetar bashkie ose një prokuror nuk mund të hetojë njëri tjetrin në momentin që ka një konflikt hapur interesi. Nëse do ju thosha për shembull që jam këtu për një njeriu që s'ekziston, një Nesti Angon, ndoshta Këshilli i Ministrave do më dëgjonte. Dhe do thoshte prit pak. Sa Nesti Angon mund dalin për secili për nesh dhe të thurë lloj intrigash, ne automatikisht do të lëshojmë njerëzit tek hiena apo do themi prit pak. Kë do kallëzoj unë për kallëzim të rënd, nëse kjo histori nuk është kështu. Pra, nëse do t'ju thoja këto, ndoshta Këshilli i Ministrave do thoshte, hey, prit pak. Kjo është një mundësi e jashtëzakonshme për të filluar një iniciativë ligjore, për të mbrojtur kryetarët e bashkive. Po t'ju thosha që shumica e kryetarëve të bashkive janë në një presion konstant për të futur gjithë fisin e disa prokurorëve të posaçëm punë.